më na tregu çfarë ndeli të mbahet në LDK, edhe pse munguan deputetët e LDK-s dje në ato allakama të ndodhshëm do të thonë. Me siguri nga kryetari do të njoftohemi me situatën aktuale, do të shkëmbejmë mendimet, vlerësimet tona, do të japim këshilla, ide, propozime, do të ndëgjojmë njëri tjetrin me vëmendje. Në lidhje me pjesëmarrjen në Kuvend, do të thotë Lidhja Demokratike e Kosovës përmbahet nga situatat ku mund të gjenerohen incidentet, problemet e tjera. Ne bëjmë thirrje, kemi sa më qetë dhe me arsyeshmëri, me racionalitet, duke ndëgjuar njëri tjetrin, të zgjedhim të gjitha problemet. Po a ka pasur LDK së fundmi një takim me Kurtin, ku janë bisedime për një marrëveshje? Është deklaru kryetari lidhe me bisedën e fundit që e ka pas me zotin Kurti, e cila nuk ka pas ndonjë epilog pozitiv, nuk vrehen shenjat e materializimit të ndonjë marrëveshje, kështu që ne do të shqyrtojmë hapat në të ardhmen. Jeni pro thirrjes së një seance konstituive apo jo? Po, natyrisht që do duaj një seancë konstituive të mbahet sa më shpejt. Me tërë spektrin politik, ne jemi të interesuar që të bashkëpunojmë që sa më shpejt të zyrtarizohen, të ngriten institucionet e Republikës së Kosovës.